Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Kryetari i Kuvendit i Shqipërisë kërkoi që kthimi i diasporës në vend të jetë narrativa kombëtare. Nga samiti i 4 të diasporës Niko Peleshi është i bindur se Shqipëria ka vende mundësi për gjithë shqiptarët. Një apel kryeparlamentari i Shqipërisë kishte edhe për vëmendje që duhet i kushtohet të drejtave të shqiptarëve kudo që ata janë. Teksa kërkoi mbështetje për antarësimin e Shqipërisë, Peleshi tha se në çdo mjedis europian dhe botror të përsëritet domosdoshmëria e njohjes së plot Kosovës, antarësimit të saj në të gjitha organizatat ndërkombëtare dhe integrimin e saj në NATO dhe BE. Krahas asaj kërkoi që të flitet pa u lodhur dhe me kokën lart për të drejtat e shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut, Luginën e Preshevës dhe Malin e Zi, ndërsa nuk munguan dhe thirrjet për bashkëpunim ndërparlamentar. Kreu i grupit parlamentar të Partisë Socialiste pjesë e panelit Diaspora dhe Demokracia përfaqësuese në hapësirën shqiptare nga votat tek përfaqësimi institucional, buri theksin tek krijimi i rrjeteve të zgjedhurve, si dhe të anëtarëve të grupeve të këshilltarëve të ardhur nga diaspora. Kryetari i Kuvendit i Maqedonisë së Veriut në panelin Diaspora dhe Demokracia e vuri theksin tek frenimi i emigrimit dhe kryesisht i të rinjve. Kjo gjakderdhje, po them, demografike që po na ndodh viteve të fundit, kryesisht tashmë për arsye ekonomike, por edhe për arsye të mungesës së sundimit të ligjit, të zhvillimit demokratik të institucioneve, të politikave arsimore, shëndetësore, kulturore, duhet t'i gjejmë një zgjidhje për shkak se nëse vazhdojnë këto trende, situata në vendet tona do të jetë alarmante. Nga Tirana, Afrim Gashi kujtoi se nëse të rinjt vijojnë të ikin jashtë, është indikator i dështimit të politikave tona. Kjo mungesë dhe dëshirë e të rinjve për të jetuar me një shtet të drejtë nuk mund të kompenzohet në asnjë mënyrë tjetër përveç se me sundimin e ligjit dhe shtetin e së drejtës. Andaj, çfarëdo që bëjmë, duhet ta dimë gjithë ne që jemi përgjegjës të institucioneve kryesore në vendet tona. Duhet ta dimë se ky element po bëhet domosdoshmëri. Ne çdo ditë duhet t'i kushtojmë vëmendje këtij elementi. Ishte kryetari i Kuvendit të Maqedonisë së Veriut, Afrim Gashi. Ministri për Administratën Publike i Malit të Zi, Marash Dukaj, deklaroi në samitin e 4 të diasporës se përfshirja e saj në proceset demokratike nuk mund të kufizohet vetëm tek vota, por duhet të shtrihet drejt përfaqësimit real institucional dhe politik. Në fjalën e tij në panelin Diaspora dhe Demokracia, Dukaj theksoi se momenti aktual kërkon politika konkrete dhe jo vetëm simbolik. Dukaj vlerësoi politikat shqiptare për diasporën, duke theksuar se drejta e votës është një hap i rëndësishëm, por jo i mjaftueshëm. Kryetari i Këshillit Kombëtar Shqiptar në Luginën e Preshevës, Enkeli Rexhepi, në samitin e 4 të diasporës tha se ajo përbën një forcë politike kombëtare, ndërsa ngriti shqetësime serioze për gjendjen e shqiptarëve në Luginën e Preshevës. Në fjalën e tij në panelin Diaspora dhe Demokracia, Rexhepi theksoi se një nga çështjet kryesore të ngritura është pasifizimi i adresave, të cilin ai cilësoi një praktikë administrative që po ndikon në zvoglimin e pranisë së shqiptarëve në regjistrat shtetëror të Serbisë. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.